Profesor, tham pak më herët për veturin, ju nuk pajtuni sigurisht me vetën Soroj. Jo, s'pak, po ndaj ai para ndoshta ka se e mendon vetoni nuk e akoma nuk e ka të qartë që shteti i Kosovës nuk është shtet rastësor ose aksidental siç e ka quajtur. Është gabim. Është shtet i vullnetit të shumë njerëzve dhe i përkrahur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë vende tjera. Dikush mendon që aksidentalisht u kriju Shteti i Kosovës, se ka dashur me kriju bashkim me Shqipërinë, e tani i doli Shteti i Kosovës. Po unë edhe shumë të tjerë që kanë luftuar pikërisht për mu kriju Shteti i Kosovës, na e kemi arritur suksesin që me bo këto. Me miq, po të gjitha shtetet tjera janë bo me miq, edhe Serbia u bo me miq, edhe Greqia u bo me miq. Absolutisht vetë së bon kur gjanjë. Të gjithë kanë pas përkrahje dikujt për të bërë të çka janë. Po tash unë nuk i kam faj atyre të cilët për shembull kanë luftuar që Kosova u bashku me Shqipërinë, s'u bashku. Se kanë arritë, kanë humb luftën. Ai që ka luftuar që Kosova më bëj shtet i pavarur dhe sovran, çaj e ka arritë synimin e vet. Edhe tash jo të gjithë vetoni thotë që shtet aksidentale. Dhe ai rrjedhimisht është se s'mundet me pas një kishë në Kosovë pa aminin e atje kishë shqiptare. S'kan lidhje këto. Po kjo nuk ka lidhje. Kisha autoqefale e Shqipërisë është e Shqipërisë. Prandaj quhet autoqefale. Po, e pavarur. E pavarur, absolutisht. Por kisha autoqefale e Kosovës është e Kosovës. Po të bëjmë me besimtarët ortodoks të cilët i takojnë së kishe, në ratë të parë shqiptarë. Ndjes, profesor, që të ndërpres. Kisha e Shqipërisë, që ta kuptojnë ata që nuk e din, kur mori autoqefalin, pra pavarësin, një nga kushtet që ishte për marrjen e pavarësisë ishte kisha ortodokse autoqefale e Shqipërisë. Ka jurisdiksionin e saj shpirtëror dhe kanonik brenda kufirit shtetëror. Ju do thoni, po kisha e Fanolit që është në Amerikë, kisha e Fanolit që është në Amerikë, me shohet në 3 gjuhë, pra me shohet anglisht, shqip edhe rusisht. Kisha e Fanolit në Boston i përket sot që flasim jurisdiksionit të kishës ruse, Patriarkanës Ekumenike të Konstantinopolës. Nuk i përket kishës së Shqipërisë, as asaj të Kosovës. E çka mendoni ju, Peshkop, se tha pak më herët profesori foli edhe për manastirit. A mendoni që në tarmën, domethënë manastiret që ju kanë bërë serbëve me menaxhu, ka me kon piknisje për një luftë apo konflikt të ri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Nuk besoj që do ketë luftë, por unë mendoj që kishat e Kosovës ose kisha ortodokse autoqefale e Kosovës do të veproj si që ka vepruar kisha ortodokse e Ukrainës. Pra, ne, kur të vi momenti i duhur, do t'i drejtohemi kishës nën, Patriarkanës Konstantinopolës, për të kërkuar autoqefalin. Dhe pastaj është ajo që do të vendosi, ndoshta ajo mund të thotë që ne ju japim nesër autoqefalin, po Xhufka duhet iki. Po. Ke po thirrje në herë para se me kalu të profesor, ke po thirrje këtu prej emisionit tonë që gjitha manastiret që janë Kosovë dhe që udhëhiqen nga serbët të kontrolluar se atje mund me pos armateme kështu? Unë këtë kam thënë, jam drejtuar kryeministrit atëherë, Albin Kurtit, po, dhe ashtu doli, sepse mbas disa ditësh doli manastiri Bajskës. A vazhdon ai mendim i juve për kishat të manastirit? Po, manastiret serbe duan kontrolluar të gjitha, sepse ja kam thënë përveç qirive ke edhe ca armë.